Në zgjedhjet e ardhshme, Aleanca Kuqezi do të jetë pjesë e një koalicioni partjak, por në provën e parë elektorale në Bashkinë e Dibrës, ajo do të garojë vetme. I ftuar në studion e Ora News, kreu i Aleancës Kuqezi, Kreshnik Spahiu, deklaroi se forca e tij politike do të garojë në Dibër me kandidatin e saj. Aleanca Kuqezi si subjekt elektoral dhe në ditën vijim të vendosim për të krijuar një front madh për të zbuar një herë për gjithmonë bregrisurit e Shukriut në Bashkinë e Peshkopisë. Një ditë pas takimit me kreun e Partisë Demokratike Lulzim Basha, Spahiu tha se ndan të njëjtin qëndrim, se vendi nuk shkon dot në zgjedhje me kryeministër Ramën, duke shpjeguar këtu edhe se si ai e mendon qeverinë teknike. Kur themi qeveri teknike, do të thotë që të bjerë qeveria Rama dhe të kemi një qeveri ekspertësh, një qeveri jo politike, që mund të jetë gjithë përfshirëse, mund të jetë qeveri e PD-s dhe e PS-s, edhe e LSI-s, mund të jetë qeveri gjithë përfaqësuese. Spahiu ka komentuar edhe tronditjet e fundit brenda koalicionit qeverisës, kur tha se do të jetë larg dita kur Partia Socialiste dhe Lëvizja Socialiste për Integrim të mos jenë me aleat. Tashmë dihen qartazi pabesitë e Edi Ramës në adresë të Ilir Metës, se kur do të ndodh çarja, kjo është çështje kohe, por është e padiskutueshme që ajo do të ndodh. Spahiu tha se është alarmante reforma zgjedhore, kur na ndajnë edhe pak muaj nga zgjedhjet e vitit 2017. Një ditë më parë nga Selia Blu, ai deklaroi se Aleanca Kuqezi nuk është ende në koalicion me asnjë forcë politike, por qeveria teknike sipas tij është një emergjencë me të djathtën dhe opozitën shqiptare.